Ishte I pari që doli të pi kafe me të kur u liruan nga drejtësia e Oleksit. Shkoi ta vizitoi në Kleq kur Fatmir Limaj u shpalli pafajshëm për herën e dytë. Mbështetja për bashkëpartiakun nga ana e Jakub Krasniqit po vazhdon edhe tash kur Limaj ka dalë publikisht në krah të iniciativës qytetare për Malishevën. Ish sekretari i PDK-s nuk e ka problem ta shfaqë haptas mbështetjen për ish nënkryetaren e parë të kësaj partie. Po ju mbështetni këtë qendrim do të Limaj? Natyrisht që po. Kjo mbështetje bazohet edhe në besimin që I pakënaqur me PDK-n ka me fitoren e iniciativës qytetare për Malishevën dhe Drenasin. Unë nuk dyshoj në fitoren e atyre dy iniciativë. Po cili do të jetë roli I Krasniqit në gjithë këto zhvillime të reja? Sigurisht pas zgjedhjeve do të ketë ndoshta qartësime akoma më të mëdha. Limaj, siç tha Krasniqi në këtë intervistë për lajmi.net, ishte I pakënaqur me PDK-n, por për shkak të përballjes së tij me drejtsinë, ai shfaqi atë vetëm në momentin kur doli pafajshëm nga akuzat në rastin Kleqka. Tash në PDK sipas kryeparlamentarit, nuk ka vend për njerëzit që duan demokracinë. Unë nuk e ndjej veten pjesë të kësaj keq qeverisje dhe keq menaxhimi që U bën aty institucioneve të Kosovës.